Pasi e kemi trazuar, më dhe se petalet kanë lëshuar pigmentin e tyre. Më pas do ta filtrojmë ujë. Pasi kemi filtruar, do të marrim lapsa, do ta ngjyrim në ujin me pigment dhe do të shkruajmë emrin tonë. Më pas, do t'i lëmë fletët që të thahen dhe në fund do të shohim se do të duket emri tonë me pigmentin e petaleve. Pasi fleta është tarë, do ta spërkatim me sodë ose kripër për të parë shkrimin. Do ta lëmë pak kohë.